Në fakt, unë kisha menduar që të flisja për diçka tjetër, por siç më ndodh shpeshherë para se të mbaj fjalimin, unë harroj çfarë kam planifikuar për të thënë. Dhe më ndodhi në fakt që teksa po përshëndetesha me njerëzit dhe dëgjova kumbanin që po binte, më kujtua një prift në Brazil, i cili quhej si prifti i llumit, i vulgut, i getove. Ai ishte një prift i cili ushqente më të varfrit dhe më të përjashtuarit të shoqërisë. Ai kishte një shprehje në fakt, e cila besoj disa prej jush mund ta kenë dëgjuar. Ai thoshte, kur ushqim të varfrit e pa ngrënë, më quajnë shenjtor. Kur pyes se këta të varfër nuk kanë të hanë, më quajnë komunist. Dhe në fakt, besoj se e teksa ne na shregjur lëkura me këto përcaktime, besoj se asnjëri nga ne nuk çuditet në fakt se ja thon këtë gjë, nuk ishte, siç shkruaj përmendën më parë, nuk është ndër pyetjet më të shpeshta që na bëjnë në emision dhe në fakt në vërtetë as nuk ndjem, jo vetëm unë, edhe aktivistë të tjerë, as të intimiduar, as të kompleksuar, pasi ne qëndrojmë krenarisht si vetmja forcë e majtë demokratike në historinë e Shqipërisë. Ama shpreha që përmenda më parë, mbart një vërtet shumë trisht. Në shoqërinë tonë shumë e normalizuar vuajtja, po tronditen nëse ngren pyetje të tilla mbi varfërinë. Është shumë e normalizuar dhe përshëndetet në mënyrë ndoshta të hipokrite kjo bamirësia sipërfaqësore, po të gjithë tronditen në momentin që ti artikulohesh për drejtësi sociale. Sot është shumë e vështirë në fakt të ngresh edhe pyet përsa i përket paparazive dhe padrejtësive në shoqëri. Lëvizja bashkë është i vetmi subjekt i cili ka guximin të ngrej pyetjet, ka guximin, analizën, mendimin dhe kritikën të jap alternativën, por mbi të gjitha është i vetmi subjekt i cili ka guximin të mbjellë dhe të lindë shpresë kudo në Shqipëri. Nigeri thotë sa ka frym ka uzdaj, por shpresa nuk është thjesht një akt. Shpresa duhet ndërtuar, shpresa duhet organizuar, dhe mbi të gjitha shpresa nuk mund të ndërtohet e vetme. Ajo nuk lind gjetiu, ajo lind nga vetia, nga organizimi dhe nga të qenit bashkë. Sot ne folëm shumë herë sa e rëndësishme është, kemi të gjithë e dim sa e rëndësishme ka qenë trokisnin der në der, të qeshim me njerëzit sy në sy, dhe të flisnim për nevojën për të organizuar. Po mbi të gjitha, kemi folur dhe më parë që vështirësia më e madhe që ne hasim gjatë gjithë këtyre vite aktivizëm nuk është kur na thon komunist, nuk është kur na shpifin, nuk është kur na thon jeni të paguar. Vështirësia më e madhe që ne hasim është kur na thonë që Shqipëria nuk ka shpresë, që nga Shqipëria duhet ikësh një orë më parë. Dhe kjo është detyra më e vështirë, ama ndër të tjera të më fisnike që ne si aktivistë, antarë, qytetarë të angazhuar kemi gjatë kësaj fshate. Unë kam nisur aktivizmin tim 12 vjet më parë, sepse kam parë në rrugët e Tiranës një parull, aso kohë të shkruar nga aktivistë organizatës politike, nuk e dija as kush qenë, sepse kishte shkruar TSHP, edhe shkruaj: një botë e re e vjetra shembet, një botë e re do të rrëzoj gërmatash. Aso kohë mendoja që do ishte thjesht një qytetar që do kishte shkruar, kur nuk do ta mendoja që do njihja disa njerëz, një grup njerëzish që do nisnin diçka që do shkruanin qoftë parulla mureve. Kur nuk do ta kisha menduar që me atë grupim aktivistësh me të cilët u bashkova do të organizonim të protesta më të mëdha që ka parë në njërë historia e Shqipërisë. Do të organizonim ata më të shtypurit dhe më të përkëmburit, dhe kur nuk do ta kisha menduar që një ditë ne do organizonim dhe do bashkë melonin një parti politike, dhe ashtu më pak që mua, që më zë turpi se herë do të flas para njerëzit, do më duhet që ndroja përpara jush dhe të kisha nderin të isha një ndër kandidatët e lëvizjes bashkë me kaq shumë njerëz të ndershëm.